A është më mirë të hapni apo të mbyllni dritaret kur është vap? Kur temperatura rritet dhe nuk keni kondicioner, është më mirë të hapni dritaret gjërësisht ose t'i mbani mbyllur gjatë gjithë ditës. Opinionet janë të ndara. Disa thonë se këshillohet të hapni dritaren dhe të lini sa më shumë ajër, ndërsa të tjerët mendojnë se nëse doni të mbroni veten nga vapa e padurueshme, është më mirë të mbyllni dritaret. Në fund të fundit, zgjedhja varet kryesisht nga preferenca personale. Nga të gjitha sa më sipër është e rëndësishme që shtëpia ose apartamenti të jetë ajrosur mirë dhe kur temperaturat të rriten. Mbyllja e dritareve dhe ulja e blindave gjatë gjithë ditës është e dëshirueshme vetëm kur askush nuk është në shtëpi. Nga ana tjetër, pjesën më të madhe të ditës kaloni në shtëpinë tuaj. Shumica e ekspertëve rekomandojnë që dritaret të hapen disa herë në ditë për të paktën 5 minuta, për të evituar kështu edhe problemet që mund të vinë në shëndetin tuaj nga ajri kondicionuar.